Selamu alaikum. A bën me festu ditën e Hashurës? Aleikum salam. Fjala Hashure e saktë është Ashure me a, pa h. Çka është kjo ditë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka në Medinë, hijrat që ka bën, i ka pa hebrejt që po agjeronin një ditë. Pyeti, çfarë dite është kjo që po agjerojnë hebrejt? Thani Rasulullah është dita në cilën Allahu xhaleshanu ka shpëtuar Musa alayhi salam nga faraoni, pra duke kalu detin, edhe duke mbyt faraonin. Tha, nëse ata agjerojnë për këtë sebeb, atëherë ne jemi më prioritar që ta respektojmë Musa alayhi salam dhe ta falenderojmë Allahun xhaleshanu për këtë shpëtim që ka bën atij dhe besimtarëve. Edhe këshilloj me u agjeru kjo ditë. Pas disa vitesh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, nëse Allahu do të më jep ymër, edhe vitin tjetër, tha doja shtoj kësaj dite, pra ditës së Ashurës, edhe një ditë para ose një ditë mas. Me qëllim që me i kundërshtu hebrenjët që agjeronin veç një ditë. Por vdiq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pa emrin edhe Ashurën tjetër. Kështu që është sunet të agjerohet dita Ashurës, edhe bashkë me ta një ditë para ose një ditë mrapa. Nuk është sunet një ditë para dhe një ditë mrapa, pra 3, por sunet është 2. Çdo gjë e cila bëhet jashtë kësaj që unë e përmenda, atëherë është bidat. Ata të cilët mendojnë se po respektojnë Husejnin radiallahu anhu, i cili është vrarë në këtë ditë, ka ndodhur rastësisht tjetër ditë, themi se kjo është bidat. Pastaj rrahja e trupit, përgatitja e ushqimeve të caktuara, edhe kjo është bidat. Ushqimet kurse rrahja e trupit është haram. Shpuarja pastaj e pjesëve të trupit, kinse me tregu, ku e di çka me tregu për mesaj, nuk e di çfarë qëllimi ka, ndoshta afrim të Allahu sipas tyre, ndoshta me tregu që ne bëjmë apo mund të bëjmë mrekulli këtë, nuk e di për çka bëjnë, them edhe kjo nuk është e lejuar, nuk është pjesë e fesë. Prandaj, nëse ke për qëllim me festu, me bën një fest siç janë Bajramat, themi jo, kjo nuk është fest. Thjesht vetëm agjerohet dita e Ashurës duke ashtu një ditë para ose një ditë mrapa, edhe kaq përfundon suneti. Çdo gjë jashtë kësaj që përmenda është haram apo e ndaluar.